Nga shpresa në dyshim, nga hero në prag largimi. Ky është rrugtimi i trajnerit të Shqipërisë Silvinjo në muajt e fundit pas një fillimi premtues dhe një kualifikimi historik në Euro 2024. Por futbolli nuk njeh të shkuarën dhe as emra të mëdhenj. Sot Silvinjo gjendet në një udhëkryq kritik me kombëtaren shqiptare në mes të një tjetër fushate vendimtare, ajo e kualifikuesave për botrorin 2026. 5 pikë në 4 ndeshje. Pasi kaloi me sukses grupin e eliminatorëve për kampionatin evropian, pritshmëritë për një tjetër cikël pozitiv ishin të mëdha, por pas 4 ndeshjeve të para në grupin kualifikues të botrorit, bilanci është zhgënjyes, vetëm 5 pikë të grumbulluara nga 12 të mundshme, pa përmendur këtu rënje në Ligën C në kompeticionin Nations League. Barazimet me Serbinë në Tiranë dhe Letoninë në transfert kanë lënë një shije të hidhur, ndonse kombëtarja mbetet në garë për vendin e dytë në grup që mund të çojë në play-offin e botrorit. Rezultatet e fundit kanë rritur presionin mbi stafin teknik dhe vetë trajnerin brazilian. Kontrata që skadon. Një detaj që nuk kalon pa vëmendje, kontrata e Silvinjos me Federatën Shqiptare të Futbollit skadon më 31 dhjetor të këtij viti dhe me 2 ndeshjet e radhës që luhen në shtator dhe tetor, mbetet e paqartë nëse braziliani do të vazhdojë të udhëheqë ekipin përtej këtyre sfidave. Gjithçka do të varet nga performanca dhe rezultatet. Nuk ka asnjë garanci dhe luks për gabime të tjera. Në kalendarin e shtatorit rezulton ndeshja me Letoninë dhe më pas një sfidë me peshë të jashtëzakonshme, ndeshja ndaj Serbisë në Beograd, përtej tensioneve historike dhe atmosferës që pritet të jetë e zjarrt. Kjo mund të jetë ndeshja që vulos fatin e Silvinjos. Një fitore në Beograd nuk do të ishte vetëm një rezultat i madh sportiv, por do të ishte një sinjal i fuqishëm për vazhdimsinë e projektit të tij në krye të kombëtares. Një triumf atje dhe me kapjen e vendit të dytë do ta blindonte trajnerin dhe për të qëndruar dhe për fazën play-off apo edhe më gjatë. Por nëse Shqipëria dështon edhe në këtë përballje, presioni për një ndryshim të menjëhershëm do të rritet në mënyrë të ndjeshme. Dhe me një kontratë që mbyllet në dhjetor, Federata Shqiptare e Futbollit mund të mos presë më gjatë për të bërë një riformatim në stol. Një investim rekord, por ai ia vlen? Silvinjo nuk është vetëm një trajner i huaj me CV të pasur si lojtar, ai është edhe trajneri më i paguar në historinë e kombëtares shqiptare, me një kosto totale prej 1.5 milion eurosh përfshirë dhe stafin e tij teknik. Investimi i Federatës Shqiptare të Futbollit ishte një deklaratë ambicieje, por kur rezultatet nuk janë në linjë me pritshmëritë nis pyetje pashmangshme, a ja ka vlerëtur ky investim? Kritikët theksojnë se për një pak të tillë kërkohet jo vetëm kualifikim, por dhe vazhdimsi dhe përmirësim në mënyrën e lojës. Në disa ndeshje të fundit, Shqipëria ka treguar mungesë qartësie taktike dhe një regres në agresivitetin ofensiv që e karakterizoi në kualifikueset e Euro 2024.